Agjeroni që të shëroheni, thot I dashuri Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu thot ata të cilët agjerojnë do të bëhen të devotshëm, ose shpresojmë që të bëhen të devotshëm. Dhe mjekësia thot ata të cilët agjerojnë pastrojnë vetveten e tyre dhe shërohen. Në këtë aspekt, miq të dashur, është interesante se si Allahu xhaleshano ka krijuar një recycling në trupin e njeriut, që të mundet të gjitha qelizat e panevojshme ose të sëmuara ose të dëmtuara të zhduken prej trupit tonë, të gëlltiten dhe ata bëhet në proces të qelizave të shëndosha të cilat I gëlltitin të sëmuarët, I zhduken prej saj dhe krijojnë prej saj energji me të cilën ne qëndrojmë në këmbë. Kështu ishte spaku thënia e doktorit Mbron që kishim në xhami. Atëherë, të gjithë ata të cilët po kujtohen ende, më intereson se pse Gjermania dhe shtetet e përparuara krijojnë klinika për agjerim. Më intereson se pse bota perëndimore tenton që të fol për agjerimin interval. Më interesojnë se pse dalin këta përderisa agjerimi është I parapambetur. Më vjen shumë keq. Ata të cilët nuk agjerojnë, ata duhet ta rishikojnë vetveten e tyre edhe një herë. Agjerimi është tepër I përparuar, është recycling I trupit tënd, është shëndet dhe para së gjithash për besimtarët është devotshmëri. Për hajër agjerimi juaj.